Alarm, produktet për dobësim me substanca kancerogjene, paralajmërimi i frikshëm i EOF. Organizata Kombëtare e Barnave, EOF, ka paralajmëruar qytetarët të mos përdorin dhe të tërheqin menjëherë nga tregu kapsulat për humbje peshe 4S, pasi rezultojnë të rrezikshme për shëndetin. Sipas njoftimit, produkti përmban substanca të padeklaruara në etiketë, përfshirë sibutramin dhe fenolftalein. Këta përbërës janë identifikuar pas një sinjalizimi nga autoritetet gjermane. Subitramina është ndaluar në tregun evropian që prej vitit 2010 për shkak të rreziqeve serioze kardiovaskulare, ndërsa fenoltelamina konsiderohet potencialisht kancerogjene dhe nuk lejohet në medikamente. Ndërkohë, EOF ka ndaluar dhe shitjen e 2 suplementeve dietik, Blueberry dhe Java Labs, Fat Burner Cola, të cilat përmbajnë nivele të larta kafeine dhe çaj jeshil pa informacionin e detyrueshëm mbi përbërësit aktiv.